Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Jemi tek libri Prifti që pranoi Islamin. Kemi arritur tek kapitulli 4 mbi dogmën e krishter. Më thonë mbi besimin e krishter, cili është besimi i krishter, edhe pse në derset e kaluara kemi treguar për pagëzimin, për kungimin. Në dersin e kaluar kemi folur për kungimin. Çka është kungimi? Për ata që nuk kanë qenë, kungimi është vllazni, ai keni pa në për kish që prifti e merr një buk, apo edhe i bën disa urata, disa lutje të tyre, edhe tash automatikisht ata thonë dhe ata besojnë se këto grimcat e bukës bëhen trupi i Jezusit. Para mendon çfarë besimi, subhanallah. Në anën tjetër e kanë edhe me venën. Disa urata i bëjnë tek kjo ven, apo dhe në moment ajo shndrohet në gjakun e Jezusit. Dhe tash paramendon një në thojza besimtari krishter, kur e ka këtë bindje dhe e sheh bukën përpara, automatikisht ajo bindja është që ky është trupi i Jezusit. Në këtë rast është Zoti, apo? Sa ata kanë bindje që Jezusi është Zot. E paramendon, thot autori i librit, i cili e ka pranuar Islamin. Na kemi trajtu historinë, apo jemi në gjysmën e librit, e paramendo tash, kur kjo buk në sa kisha ndahet, në sa grinca ndahet, sa trupat të Jezusit kanë munda. Subhanallah. Logjika shnosh nuk e pranon këto. Nëse vetëm pak njeriu logjikon, nuk e pranon. E njëjta gjë, çka është edhe me venën. Dhe më thonë, vena, thënë momentin kur prifti i bën disa urata, disa lutje, çka bëhet vena? Gjaku i Jezusit. Ta shumë e pepi gjakun e Jezusit që ta marrat, dhe më thonë atë fuqinë e Jezusit me një aspekt, apo një zot e di. Të krishterët në përgjithësi përmbahen ligjit të tyre fetar, apo, dhe nuk e braktisën, përveç një numri shumë të vogël. Në realitet, ai përmban shumë kundërthënie. Na e kemi trajtuar në dersin e kaluar që këtë gjë e kanë marrë prej Mateut ata. Injili sipas Mateut. Mirë po, ajo që është më e afërta që këta dhe vetë thonë, është gjoni i cili e ka pa Jezusin. Po te gjoni nuk është kjo. Nësa aq i rëndësishëm është ky besim tek të krishterët, pse nuk është te gjoni? Shtrot pyetja, pse? E te Mateu është, sepse këta kanë versione apo të Biblës. Mirë po, kretë kanë thot një Bibël është, por se verzione të ndryshme. Thot i pari që e ka hartuar ligjin në fjalë, ka qenë njeri vegan në besimin e tyre të shtrembër. Ai është Shën Pietri. Thot nga qyteti i Romës, teksti ati kodi fetar proklamon. Besojmë, thot, se Zoti ati është një, këqyre kontradiktën. Këqyre që jem të lexu edhe këqyre kontradiktën çfarë kanë. Besojmë, thot, se Zoti ati. Do më thonë, Allahu t'i thënë ati, baba, ati. Thot çfarë? Është një. Shiko, është një, po thot. Zot i gjithësisë, krijuesi i asaj që shihet dhe që nuk shihet. Bukur. Besojmë tash, çore tash kundërshtimi. Besojmë një Zot, po thot, tash po thot besojmë në Zotin Krisht. Me njëherë ndryshimi, me njëherë kontradikta. Në fillim, çfarë po thot në fillim? Besojmë se Zoti ati është një. E tash pse po vazhdon dhe po dush besojmë në Zotin Krisht, në Jezus, Zot, kontradikta me njëherë. Njeriu logjikshëm me njëherë kupton. Thot, birin e Zotit, krijesën më të pastër, i lindur nga babai, para të gjithë botëve, nuk është i gaditur, ai është Zoti i vërtet nga Zoti i vërtet, nga esenca babait të tij, i cili e ka krijuar me dorën e vet, kurse Krishti është krijuesi i çdo sendi. Çfarë thash? Allahu Akbar. Edhe me filozofina, edhe me filozoftë që mirën, jo mbështjell filozofëve. Që ata zotën filozofët e kanë kokën e mbështjellt, me bë me çto gjëra, mi thonë edhe filozof me më të mençur, po themi, do që të fola, s'po të marrësh. Çfarë thot? Kurse Krishti është krijuesi i çdo sendi. Kush Jezusi? Çfarë tash? O i ndërum. A Allah krijoi, a Jezusi krijoi tash? Fokusoj pak. Shikoj vitin ku je.
Njerë thoi një Zot, pastaj po thush jo Zoti Krishti. Pastaj në fillim thoi që Zoti është krijuesi i çdo gjëje. Ato që sheh dhe ato që nuk e sheh. Pastaj çfarë? Pastaj po thuh krijuesi i çdo gjëje Jezusi, Krishti. Ai në të gjithëve na ka shpëtuar duke zbritur nga qielli në mishërimin, personifikimin e Shpirtit të Shenjtë dhe zanafillës së njeriut. Virgjëresha Mariemja apo nona e Isait alayhis salam ka mbetur shtatzën dhe e ka lindur. Thot, ka vuajtur shumë i gozhduar në kohën e mbretit Pilat, është varrosur kurse pas 3 ditësh është ngritur nga varri. Kështu besojnë krishterët. Kinca e kanë mbyt Isaun alayhis salam. Sa ata mendojnë kisha e ka kryqëzua, po. A realisht, Allah subhanahu wa taala thot, ata as nuk e وما قتلوه, ata as nuk e mbytën, وما صلبوه, as nuk e gozhduan, por se ju duk atyre. Por Allah subhanahu wa taala ngriti Isaun alayhis salam, ndërsa këta çfarë thonë? Thonë që e kanë mbyt Isaun alayhis salam. E kanë varros pas 3 ditë është ngrit. Kjo bie ndesh me Kur'anin. Ashtu siç lajmëruan profetët e mëparshëm. Jo. Autori i librit kjo është rënd, thotë. Nuk kanë lajmëruar profetët e mëhershëm për këtë besim. Sa ata kanë pas besimin e sinqert dhe besimin e pastër në Allahun subhanahu wa taala. Dhe jo si birë të Zotit mi thonë krijesës, përkundër asaj që ka qenë profet, që ka qenë i dërguar i Zotit, por nuk ka qenë Zot. Ata s'kan mujt me kuptu që Allah subhanahu wa taala ja jep disa gjëra profetëve, disa mrekulli me lejen e Allahut, po jo që është Zot kë. Muhamedi alayhis salam ai dha mrekulli që nëpërmjet gishtave i dul uji. Po kjo nuk do të thotë që është Zot Muhamedi alayhis salam. Apo mrekullia e honës në dysh që ju do, apo mrekullia e Musait alayhis salam që u qel ditin midis. Të në mrekulli, po me lejen e Allahut, nuk do të thonë që ai është i cili e bën ato. Jo, Allah është ai që e bën, por se çfarë? Pejgamberët vetëm e marrin hapin, pastaj me lejen e Allahut ndodhin këto gjëra. E këta shejtani ka mashtru, përdesa Isa alayhis salam pirin gjallë, pishëron të verbrit, apo ku e di unë, atër, ky ka cilësi të Zotit, ky është cilësi e Zotit, dhe ne, Zot. Që e kanë bërë në koncilin e Nikes, që i kanë mbledh këtë priftrinjet, dhe e kanë marrë fenë e Palit, Pali ka qenë devjuesi kryesor që e ka devju fenë krishtere nga baza, nga Isa alayhis salam. Bukur. Zoti thot na ruajt, autori i librit, që ata kanë thënë diçka të tillë, pastaj është ngritur në qiell, e kanë ndenjur në anën e djathtë të babait të vet. Baba. I ki pa krishtar që është fatkeqësisht edhe disa musliman. Ne jemi bijtë e Zotit. A keni vërejt? Ne jemi bijtë e Zotit. Apo kur të vdes, i kanë do shprehje subhanallah. Nuk thënë rahimullah, nuk thënë Allah më shëroft. Qofti lehtë dheu. Apo ku e diunë, çfarë do fjala u preft në paqe. Çfarë do fjalë? Ti musliman je më vëlla, musliman je, thuj rahimahullah. Hë? Ma intelektuale. A di çka është kjo puna? Në kohën e perandorisë osmane, kur çdo që e ka ditë arabishtën apo turqishtën e moqme, osmanlishtën ka qenë intelektual. Sot, perandoria evropiane dhe shteteve të mëdha, kur çdo që din anglisht, çka quhet? Intelektual quhet. Varësisht nga pushtetet, edhe njerëzit mendojnë çfarë? Që ky është intelektual. Më herët unë jam më i moqëm se ju, ata të cilët janë gjeneratës teme, kur çdo që ka ditë serbisht, u quajt ky është intelektual. Sepse sërbt na kanë pushtu. Sot kanë qenë mbi kokat tona. Që ky është ai servilizmi, subhanallah. Që ky është servilizmi. Boje tonë shqiptari është shqip. Sot për shembull i ki për shembull emisionet e ndryshme anglisht. Titujt e emisioneve i ki anglisht, apo? Kosova Today. Anglisht është. Apo të shtin dikush me dhunë me thonë Kosova Today, jo. Kosova sot, thuj. Pse? Mu duk pak ma sosjete. Mu duk pak ma i nalde me pozit kisha, apo? Pse po dim ti anglisht? Më thonë, pse? Sepse, për momentin, anglisht është shumë e përhapur dhe kur çdo që nuk din anglisht, ajo është i nënvlerësuar me një aspekt, apo? Bukur. Përsëri është i gatshëm të kthehet
Jezusi për të gjykuar mes të vdekurve e të gjallëve kështu me radhë. Ky mësimi të krishterëve përmban në vete shumë kundërthënie. Shumë kundërthënie. Si për shembull, ata thonë, besojmë se Zoti Baba është një, çu shtam. A than në fillim. Pastaj thotë, sunduesi i gjithësisë, krijuesi çdo seni që shohim dhe çka nuk shohim, dhe besojmë në Zotin një të vetëm, Krishtin tash. Hajde tash kuptoj ti. Mirë po Zoti 1, masi Zoti 2, hajde Zoti 3. E plot njerëz që i shejtrojnë se këta e kanë bindjen e shejtrimit, për shembull Papa në Vatikan e shejtrojnë. Apo njerëzit që i shejtrojnë i bëjnë edhe të pagabushëm. Apo rrëfimin që shkojnë tek priftrinjet që thonë e ku mbo qëta e veç ngane, që pare i falem je. Si që ka dalë Martin Luteri, protestanti që i ka kundërshtu këto bindje të krishterëve, që ka thonë këto bjen ndesh me Biblën, dhe ka pas luftra në mes vete pastaj, me miliona njerëz që në vrarë. E dini. Thot çka? Zotin një të vetëm Krishtin, Zotin e vërtet nga Zoti krijuar nga qenia e Zotit të vet. Në pjesën e parë thuhet Zoti është një, kurse në pjesën e dytë thot ai ka djalë. Se dhe ai është Zot. Siç është Zoti i tij, pasi është i krijuar nga qenia e tij. A po merrni vesh pashallah. E pa logjikshme. Ky është heretizmi më ekstrem dhe shirk, ku shpreh kundërshtimi i hapur ndaj besimit se Zoti është një, i lartë madhëruar dhe i shejt. Në fjalët hyrëse thonë. Në të vërtet, Zoti ka krijuar çdo send. Edhe këto na e pranojmë. Allah e ka krijuar çdo send, ne ka krijuar. Pastaj thonë, besojmë se Krishti ka krijuar çdo send. Cili o ndërum. Tash Zoti, tamam krijuesi apo djali i Zotit. Njerë po thu Zoti e ka krijuar, pastaj po thu Jezusi e ka krijuar. Dhe ka përsosur me dorën e vet. Në këtë mënyrë e përforcojnë se bashkë me Zotin krijues ekziston edhe krijuesi tjetër, çka është krejtësisht jashtë logjikës. Me pas dy zotra, kish dynjoja apo çdo sen që ka krijuar Allah subhanahu wa taala kishin murrok në mes veti, apo zotrat kishin murrok në mes veti. Një Zot është. Kur themi se Zoti është krijuesi çdo seni, që duket ose nuk duket, patjetër duhet të kuptohet dhe Krishti ai takon grupit i cili duket. E pastaj rrjedhin fjalët e tyre se Krishti, gjoja në realitet është krijuesi çdo sendi, ai nuk është i krijuar, dhe thot edhe këtu është kundërthënie e qartë edhe kafshët. Thot sikur të kishin aftësi kuptimi, thot do të kishin përgënjeshtruar këto fjalë. Edhe një hajvan, mi dhonë Allah subhanahu wa taala për një moment kuptueshmëri, kish me thonë çka e tu fol ti këto bien ndesh me logjikën e shnosh. Nuk janë këto dhe më thonë të sakta dhe këto bien ndesh me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit alayhis salam. Allahu na ruajt nga degradimi dhe sprova shejtanit. Shejtani tallet me ata sa don vet dhe i shpije për në xhenem. Sa vendbanimi keq është ai, shejtani mallkuar i fton me fjalët, në të vërtetë Krishti është krijuesi çdo sendi. Dhe shton, është i krijuar para të gjithë botëve dhe është krijesa më e pastër. Pra atëherë, kush ka krijuar gjithë ato që janë shfaqur para lindjes së Zotit? Para lindjes Jezusit, kush i ka krijuar atëra? Ti thoj ky ka krijuar çdo sen. E tash kur s'ka qenë Jezusi, kush i ka krijuar? Pra po kthesht Allah. Dhe më thonë, këtu bjen ndesh, aleikum salatullah. Këtu bjen ndesh, dhe më thonë, besimi i tyre. Kush i ka rregulluar qiejt e tokën? Dhe çka ka patur në ta para lindjes Krishtit? Çka ka pas? Ti thoje, i ka kriju Jezusi, çdo sen. E para lindjes Jezusit, kush i ka kriju këto? Pra po kthesht e Zoti. Kundërshtimi, kundërthënia, njëra me tjetrën, apo? Thot dogma e krishter ka fabrikuar të tilla kontradikta absurde, ata konsiderojnë Krishtin krijuesin e amshuar, ndonse edhe ai është i lindur nga barku i nënës së vet Mari, e cila i ka mbajtur siç i mbajnë fëmijët e vet. E ka mbajtur Zotin në bark. Ai subhanallah. Thot kjo është qesharake, kurse nga ata vetëm shejtanet janë të kënaqur. Vetë shejtani kënaqet me ta, lun hajgare me ta shejtani. A keni vret në për do kisha që i kanë bu ato Marien apo Mariamën, apo Jezusin kishe, edhe kishe ka dalë lotët i kanë dalë aty. Shejtani e bën.
Shqitoni, po çfarë? E paramendon tash krishtiri ku tash aty lutin pe Jezusit, kishe Jezusi apo që e kanë bërë Marijës, Meriemës, edhe tash ku ti shohin mo që hak, kjo është Zoti jon i vërtet. S'kene filma dhe bash, shqeqore. Qysh ja u ka bo sufit, qysh ka bo me sufit ton, që i ki halal kreti, ju ka paraqit arshe për minalt atje, edhe i ka arë një zonjë të mërshëm, o, filoni, biri filonit, për ty ketë halal janë. Qysh mërë halal, ti e njeri mrim. Ti e njeri që Allah i ka bo halal kret për ty, veç vazhdo t'i shkat dush edhe i sheso dhe asë dit e pin alkohol, bëjnë zina, kret. Ka pas rast e kum lexuar një libër për sufizmin, në kohrat e mëhershme, dikush e ka mbajt hudbën i zhveshur. Dhe që i zhveshur e ka mbajt, hudbën. Edhe gjemate e që ka thonë, din dishka ky. Din dishka ky. Ka aty dishka. Historia sufizmit, e din atë librin e vogël. Djali e vërtet me sufizm. Që aty e kalca. E vën aty. Ka dal i zhveshur, qysh ka dal nuk e di unë, qysh ka dal gjysmë i zhveshur, e zhveshur nuk e di, edhe xhamati çaq është fascionu, ka diçka këtu. Që me pa të bëz zina, bova ki thot, sytë e mis për shohin. Kjo diçka din. Ka diçka në shpalli aty apo tan. Pastaj thot ky mësimi krishterë përmban në vete shumë kundërthënie, apo siç tham më herët, i lartësuar është Allah, Zoti i çdo sendi dhe i materies, dhe nuk ka nevojë që ai vetvetes t'i krijojë djalë dhe në asnjë mënyrë t'i ndaj pjesët e trupit vet në barkun e Marisë. Thotë të përzihet me gjakun, urinën dhe nevojat fiziologjike. Dhe Isa alayhis salam ka pas nevoja fiziologjike, Allah. Dhe njeriu kon. E çush ti pithu? Njeriu të Zot kur ai del në WC. Kur ai urinon. Kur ai ka gjak. Çush pithu Zot? Pe ul aq ult Zotin krijuesin absolut me krijesën. Dijeni se në tekstet e librave të tyre ekziston ajo që rrëzon ideologjinë e tyre të gabuar mbi Isa alayhis salam. Luka në kapitullin e 14 tregon mbi apostolit. Apostolit janë sikur sahabët e pejgamberit alayhis salam, këta janë për Isa alayhis salam, Jezusin thekson vërtet Zoti është krijuesi i botrave dhe i çdo sendi që ka në to, ai është Zoti i qiejve dhe i tokës. Thot nuk e di, nuk e ka vendin në altarin e përgatitur nga balta me dorë të njeriu. Ta vëshë sa mirë. Më thot nuk është njeri. Nuk është njeri. Dhe thot nuk ka nevojë për kur gjë, dhe thot kjo vjen se ata nuk janë përmbajtur rrepsisht librit të Allahut dhe të dërguarve të tij, përkundrazi kanë regjistruar shumë kallëzime dhe gënjeshtra, që i kemi trajtuar që ka pas një hapësirë kohore e madhe mes Isait alayhis salam dhe këta që e kanë shkruajt Injilin që e kanë shkruajtur. Për atë arsye ka pas shumë gjëra që në fut brenda në këto Injile dhe normalisht ka pas gënjeshtra pastaj mo siç pishojmë, apo të tilla mësime pranuam fatkeqësisht shumica e tharëve të krishterë dhe për fund ajo do të ketë kuptimin e barazisë reciproke e cila na parashton dy pyetje. Kush është kryesori nga atë të dy? Nga ata të dy, kush është kryesori? Tash kallëzomni mua. Të dy po thosh ti Zota. Si hierarki po. Më thonë, kush është Zoti? Zoti krijuesi çdo seni. Pastaj jo djali i Zotit prapë është krijuesi çdo seni. E para se me lind, masi që ka lind, kur ka kriju, kur s'ka kriju. Çka ka kriju tash Zoti i parë, çka ka kriju Zoti i dytë. Në këtu edhe filozofia, njëri filozof më kon, veç i këshyr, i studion, dhe çka të thonë se s'po marr vesh. Bolla ata kryt e kanë të përzim filozoft, veç edhe në këto sene ju përzin hala më shumë se kuptojnë. Më thonë, e lusim Zotin e madhruar të mos bijem në gjendjen e atyre dhe të mos përfundojmë si ata deri në takimin e radhës me ideologjinë e krishterë të cilët duhet ta njohin të rinjët dhe pleqt. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.